Sipas statistikave të evidentuara në sektorin për punë të brendshme në Tetov, gjatë vitit 2024, në sferën e delikuencës së të miturve, janë regjistruar gjithsej 75 vepra penale të kryera nga të mitur dhe fëmijë, ku është regjistruar një rritje prej 36%, të cilat janë kryer nga 109 të mitur dhe fëmijë, kundër të cilëve deri në gjykatën përkatëse janë dorëzuar 58 kallëzime penale. Kurse në 3 muajt e kaluar të vitit 2025 janë regjistruar gjithsej 36 vepra penale, 24 në Tetov dhe 12 në Gostivar, të kryera nga po aq persona të involvuar, të mitur ose fëmijë, si dhe 4 kundërvajtje në Tetov në lidhje me delikuencën e të miturve. Si në vitin 2024, edhe këtë vit, të miturit në një numër të madh të rasteve paraqiten si kryerës të vjedhjeve të rënda apo vjedhjeve, të nxitur në kryerjen e këtyre veprimeve negative dhe devijuese nga persona të rritur, duke pasuar me veprat penale dhunë, rrezikim të sigurisë në komunikacion, prodhimi i pa autorizuar i drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorove, si dhe vepra të tjera. Në drejtim të parandalimit të këtyre llojeve të veprave penale tek të miturit, zëdhënësi i sektorit për punë të brendshme Tetov deklaron se ky sektor po ndërmerr aktivitete parandaluese edukative përmes një sitit për parandalim me realizimin e projekteve dhe ligjëratave në shkollat fillore dhe të mesme me qëllim të ngritjes së ndërgjegjes, vetëdijes dhe kulturës së përgjithshme tek popullata e re. Duke pat parasysh shifrat të cilat janë të evidentuara në sektorin për punë të brendshme Tetov, sa i përket vepras penale, pra veprave penale të kryera nga të miturit apo delikuencës së të miturve, sektori për punë të brendshme Tetov ka organizuar patrullimin e pjesëtarëve të policisë përpara dhe përreth të gjitha shkollave të mesme dhe fillore në rajonin e Tetovës dhe Gostivarit, kështu që qëllim kryesor i patrullimeve është sa do pak të zboglohet numri i këtyre veprave, parandalimi i tyre, fëmijët kur shohin prezencën e policisë gjithsesi se kanë më tepër kujdes në sjelljen e tyre devijante, kështu që mund të përmendim edhe projekte të shumta të cilat sektori për punë të brendshme Tetov nëpërmjet parandalimit apo sektori për parandalim që mban për shkollat fillore dhe të mesme, ku nxënësve të shkollave të mesme, kryesisht atyre më të ri, njoftohen me implikimet ligjore nëse ata kyçen në mënyrë direkte apo indirekte në vepra të ndryshme penale. Kështu që sadopak të ndikohet në zvoglimin e numrit të këtyre veprave. Gjithashtu mbahen në takime të ndryshme dhe të shpeshta me menaxherët e shkollave, me psikologët e shkollave, me qëllim të gjetjes së një mënyre sa më efikase për menjanimin dhe evitimin e veprave në të cilat mund të kyçen pra të miturit. Shpesh hasim edhe të mitur të cilët nuk resocializohen, pra resocializimi i tyre shkon shumë më rënd, për arsye se të njëjtit nuk shoqërohen me grup moshat e tyre, por me persona më të mëdhenj apo madhor, të cilët shpesh herë edhe dinë edhe di këtë shpërdorojnë, sa përket veprave të ndryshme penale, siç janë vjedhje të rënda, por edhe në shpërndarjen apo kultivimin e drogave narkotike. Gjithashtu mundohemi që të forcojmë atë trekëndëshin prind institucion shkollor dhe polici, me qëllim që sa më shumë të zboglohet numri i këtyre veprave tek të miturit. Përndryshe, delikuenca si term ka kuptim shumë të gjerë ku përgjithsisht nënkupton shprehjet, sjelljet dhe veprimet e përsëritura të të miturve që bien ndesh me moralin, zakonet dhe ligjet e mjedisit ku jetojnë. Sjellja delikuente e të rinjve paraqitet nga mosha e pubertetit, 11 deri 14 vjeç. Sjelljet asociale të fëmijëve në këtë moshë janë të shumta dhe të ndryshme. Mënyra e shfaqjes së sjelljeve asociale janë kryeneqësia, fyerja dhe sharje, rrahje, mosbindje dhe mosdurim, vjedhje, ikje nga shtëpia, ikje nga shkolla dhe të tjerë.